çdo tavolinë numërimi ne kemi të instaluar kamera të cilat regjistrojnë gjithë procesin e numërimit të fletëve të votimit. Fletët e votimit vendosen mbi tavolinë, filmohen, sikurse është bërë dhe në zgjedhjet e shkuara. Ajo çfarë kemi bërë ne dhe ku e përdorim inteligjencën artificiale është që të gjitha ato lexime, filmime të fletëve të votimit nëpërmjet një programi kompjuterik i cili, po e them kështu, i cili bazohet në inteligjencën artificiale, do të bëj leximin automatik sistemi, kamera të fletës votimit. Pra, do ta kuptoj ky sistem duke përdorur inteligjencën artificiale se për kë është votuar. Dhe rezultati vjen automatikisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pa pritur që të bëhet tabulimi i rezultatit nga anëtarët e grupit të numërimit. Pra, çdo fletë votimi vjen dhe transmetohet leximi i kësaj fletës votimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në serverat që janë instaluar atje dhe pastaj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.